kishim prindër që vinë aty dhe lënë fëmijën dhe e gjejnë mënyrën se si t'ikin që fëmia mos t'i shohi kur t'ikin ato, sepse qanë fëmia. Po ç'a ndodh aty? Fëmia nuk dëmtohet nga e qara. Fëmia dëmtohet nga pabesimi, nga mosbesimi. Edukatore është punë që duhet bë me dëshirë, me pasion, jo çdo njeri mund ta bëjë atë punë. Edhe unë do lutesha shumë që ai që nuk e ka këtë pasion mos e merrni mundimin të shkoni në ato dyrë, të punoni si edukatore, sepse keni të bëni me punën më të rëndësishme, zhvillimin e trurit të njerëzit, që u jep drejtimin jetë, i motivon. Dhe nëse e shohin për një moment që nuk janë për atë profesion, është më mirë, ka plot punë tjera, të bëjnë diçka tjetër, ose të shkojnë aty dhe të përkushtohen me kujdesin më të madh, sikur tham, ta shikojnë si fëmijën e vet, se të bëjnë më të mirën e mundshme për ta edukuar, për të paraqitur për shembull të gjitha nevojat, për të provide të gjitha nevojat që ai fëmijë ka. Merit, unë derisa po fol, po duam të shfrytëzoj rastin sepse është shumë në favor të shikuesve tanë me pas një mendim të një eksperteje që ka pas shumë punë me fëmijë e jo në Kosovë për në Londër. Tek ne, për shembull, shumë nana e kam problemin, më shumë e kemi na si nana. Ndoshta edhe fëmijët, por na nuk di me ja kuptu qatë sikletin që ata e bartin. Për shembull, ka pas raste kur fëmija ka qaj dikëm mbi 4-5 muaj apo 8-9 muaj, një vjet, derisa ka shku në kopsht. Por unë e di edhe shumë kolegët mia, nana të tjera, të cilat e kam pas një problem të tillë. Unë personalisht e kam pas. Ama tregon me çysh përkufizohet dhe çysh shpjegohet që kjo punë, çysh një fëmijë në një kopsht që ti nuk shet diçka të pazakont, po ai na shtë edhe e sheh. Pse nuk mundet më adaptu 8-9 muaj, 10 muaj shkon të çaj çdo herë kur e lën te dera. Atëherë, këtu ke dalë tamam të ndoshta edhe tek libri im i parë, është komunikimi që bëhet mes prindit dhe fëmijës apo mes edukatores dhe fëmijës. Dhe si ky komunikim, ky kombinim po zhvillohet mes të tre palëve që ky fëmijë të ketë qetësinë e duhur, konfidencën e duhur, që të pajtohet me ambientin e ri, njëri nga prindër që më shkruan kur lexoj në librin Deja fillon shkollën se këtë kam filluar. Unë kam punuar për shumë vite aty dhe e kam pa këtë problem që ju e thonit. Kishim prindër që vinë aty dhe lënë fëmijën dhe e gjejnë mënyrën se si t'ikin që fëmia mos t'i shohi kur t'ikin ato, sepse qanë fëmia. Po ç'a ndodh aty? Ti mund t'ikësh, po fëmia humbet besimin. Dhe që po e lën edhe po ik. Po e lën, po i kush duk mami, nuk i tha mirëpafshim, shihemi më vonë, vinë në këtë orë, mendojnë se fëmia nuk kupton, e kupton. Duhet ta garantosh, le të çaj fëmia. Fëmia nuk dëmtohet nga e qara. Fëmia dëmtohet nga pabesimi, nga mosbesimi.